Plani është bërë, madje edhe punimet ka nisur. Mjetet janë të pakta e kushtet minimale. Në fshatin Krajkov të komunës së Drenasit, Esat Shala, koleksionuesi dëshmive të luftës, ka nisur i vetëm ndërtimin në një muzeu dhe arkive për dokumentimin e krimeve serbe gjatë luftës në Kosovë. Ai ka treguar gjithë idenë që ka për këtë projekt, i cili pritet të jetë vlerë kombëtare e asnjëherë pronë personale. Muzeu ka fillu domethënë 10 orë, në mesin e 10 orit. Ky muze ka kapacitetin për 120 ulceve. Në këtë muze ka me kanë një projektor shumë i madh brenda, ku shikues domethënë ka me pas njerëz që kanë marrë me vizitu shumë këtë muze, po të njëjtën kohë kanë me pas mundësi edhe me shiku videot e luftës që s'po deri më sot kur. Për shkak të pamjeve trona, domethënë kena mundësinë me shfaq këtë muze. Ka me kanë një dhomë për psikolog, ku kanë më trajtuar njerëz të ndryshëm, traumat luftës normal që kanë përjetuar, në periudhën 98-99. Ka me kanë një zyre e veçantë e imja, ku ka me bërë digitalizimi i video, edhe ka me kanë një punëtor që ka me punu në zyre non-stop, për kushdo që dëshiron me bëni film dokumentar, apo një serial, apo incizime që e mendon që ekzistojnë të familjeve të tyre, e kanë mundësinë me marrë dhe më pa kurfar kushti. Tjetra është ka me kanë edhe një ekip shumë e përshtatshme me teren, ku ka me bënë për dokumentar, interviste ndryshme. Kjo ide ka ardhur mendime në një shoku të tij, i cili kohë më parë i kishte thënë se është diçka që vlen të bëhet. Pas punës shumë vjeçare të Shalës në koleksionimin e mbi 2000 videokasetave në mënyrë vullnetare, ai tashmë po e realizon ëndrrën e tij të fëmijërisë. Të anë orë një shak i Prishtinës, orë Barazemi, me një shok të vetin, ka najtë këtë të anë, dhe kena bisedu për materialet luftës. Zakonisht, i kom të regu disa pjesë luftës, video, që si po kur, desed, edhe dëshira ime ka qenë aty për që aty ka një ide për me bo këtë muze, edhe nuk e kom ditë që ka qenë ai arkitekt i diplomun, dhe më e ke shkry arkitekturën, dhe e kom të regu në një idenë, edhe ai pas 2 javë, dhe më ka bo bafasi, edhe më ka pronë planin e projektin të këtij muzeut. Puna ime që ka me bo këtë, ka me qenë në terenën e, zbashku me një gazetare Lari Takelmendin, ku në tarmen mënyna me bo një staf ma gjanë, me dalë në teren, me morë intervistat ndryshme, dëshmitarëve të ndryshme të masakrës, sepse deri me sëtë mbi 90% dëshmitarëve të masakrave apo të ngjarjeve të ndryshme nuk kanë pas mundësi me fol para kamera. Qaj 10% që ka fol deri sot nuk ka pas mundësi me tregu realitetin komplet çfarë ka përjetuar në kohën e luftës. Në këtë muze do të shfaqet një dokumentar një herë në javë, të cilën kena me realizu së bashku me laureatin për çdo dëshmor, ku ka më shfaq në ekran brenda, prezencë publikit. Ka me qenë edhe domosdoshmë intervista që i realizojmë gjatë gjithë javës, kanë më shfaq këtë, po të njëjtën kohë kanë më publikuar në mediumin që ne kena hap tash me emrin Mision, po ashtu edhe YouTube-ën e kemi po të njëjtin emrin, TikTok-ën edhe Instagramin. Këtë iniciativë ai e ka nisur i vetëm pa asnjë mbështetje institucionale. Financimi është i popullit, dhe më komuna e Drenaut së Skenderajt më kanë injoru për fat keq, nuk më kanë marrë parasysh në lidhje me këtë projekt, po është edhe shteti nuk më kanë marrë parasysh deri më sot ende. Dhe më thonë, këtë projekt mundet me kry vetëm populli, individ të ndryshëm. I kam disa shok në Amerikë, të cilët janë duke me ndihmuar për me realizu këtë honor, tamën të cilën e kam, edhe ky objekt apo ky teatër nuk është i imi, ky është i popullit, është i shtetit, është i këtij vendi, po më shumë është i gjeneratave të reja, të cilat kanë pas mundësinë me kuptu edhe me ditë se si ka ardhur liria, apo me mësu më mirë edhe për historinë tonë ndëmshme që kena pas deri më sot. Shala ka bërë të ditur se vendosmëria e madhe edhe motivi qëndron i njëjtë, mos të harrohet historia e Kosovës. Po, vullneti është sepse na edhe para luftës kena qenë përndjekun si familje për shtetit serb.
Djali migjes babës Sajt Shala është vra në moshën 24 vjeçare në Hekru në Drenas protesta. Pastaj vjen lufta në 88, në 89. Me 10 prill në 88 zhduket migjem mjek i parë që ky doktor Rafi Shala. Po të njëjtin vit në vitin 1998 me 14 dhjetor, bie herekisht më trajnimin në moshën 21 vjeçare bashkë me të fejurin Leonin, me komandant Muj Krasniqin e 40 ushtar tjetër të shikës, malit Pashtrikut. Dhe pas përfundimit luftës, unë kam kërku me zgjedh disa foto dhe video të minja të familjes, ku kena qëndruar në malit Berishës, periudhën 99. Nuk kam mujt me zgjedh ato foto dhe video, deri para 2 vite, derisa vetë personi që më ka fotografu mua dhe familjen time, edhe mi ka sjellë në Kosovë mbi 5.080 video. Edhe mia fotografi është Paul Rezdolli, me Novkin Piteri, është norvegjez. Për fat keq derisa shteti i Kosovës nuk e ka dhënë një njohje. Edhe pse ka qenë shumë rënd i plagosur në luftë në Kosovë, ka rrezikuar jetën për me arkivu luftën e Kosovës. Unë në vitin 2005, pa kthejna mrapa, kom fillu mi kërku këtë fotografi, s'kom mujt mi gjetë, e kom gjetë video në lufta në Laposhneka në Ladrez, e kom shiku, nuk ka pas pa metrona, ka pas luftime. Pastaj e kom gjetë një kaset në për njerën që shtë, të jëllëm tu, kom qenë i ri, e kom gjetë një video kaset, VHS, e lufta në dëmo masakra e Zbicës, ku e në ka pa me shumë trona, edhe kur e kom shti me shiku dhe më drejt këtë dora, dhe ka shtisha në atë, ku e në ka të videat me shret në atë kohë. Edhe kom këshirësha me muajt synit që pa qetë. Po e në ka po me qatë shumë trona, sa që për një periull, 2 javë, 3 javë, unë nuk kom mujt me këshirë video në direkt. U do me këshirë me bishë synit, që thujnë na. Po kjo është të ndërajime dhe me thonë, po është që kam unë mbyllë kapitullin jam, për gjithat punë që kam bërë dhe i sëtë, po punë e me dëmo nuk kam unalë. Unë kam e dalë me punu shumë teren, sepse dhe i sëtë s'kom pas mundësi me dalë në teren, për shkak që s'kom pas pajisje, kamera, aparata dhe pjesë tjera që bashkan gjitin tyne. Tash besoj që kam e pas mundësi dhe kam e dalë në teren me bo ma shumë se që ka kom bo në të kalunën. Shumë njerëz, jo shumë, po mija njerëz, janë duke pritur që dikush mja hop derën edhe me shku me morë një intervist. Shumica dëshmitare kanë ndru jetë për fat keq, pa e morë as një dëshmi, as shteti apo as televizionet të ndryshme. Koleksionuesi i mira dëshmive të luftës u bën thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen në nismën e tij. Po obligim zbesoj që ka dikush për me kontribu në këtë muzej, pa ai që dënë të mirë në këtij vendi, ai që dënë më arkivu dhe më dëshmu, aja çfarë ka ndodhur në këtë vend, e ka mundësi në këtë muzej me kontribu, sepse ky muzej, ky vend, ky teatër do të jetë baza kryesore ku ka me godit shtetin serb çdo ditë, me dëshmi, me fakte, me video që s'janë publiku asnjëherë deri më sot. Kontributin e më shumë se 2 dekadave, vëllai i dëshmorës Luljeta Shala po e vazhdon me muzeun që pritet të hapet brenda këtij viti.